ndoshta i ri shumë në moshë, po gjithsesi ai ka vendosur që përmes punës së dorës të ndihmojë familjen e tij dhe sadopak për të përmirësuar kushtet e tyre ekonomike. Me mua këtu afër është Robert Sumaj, e kemi parë ndoshta në storje të ndryshme që kanë qarkulluar në për rrjetet sociale dhe jo vetëm, gjithsesi sot ai do të na tregoj pak a shumë për punën e tij. Robert, mirë se vjen. Faleminderit shumë dhe juve për ftesën. Shumë kënaqësi me të pas këtu dhe faleminderit për kohën që ti ke nda për me qenë me neve. E po e nisim një pyetje ndoshta krejt tjetër përpara se të kalojmë tek puna që ti po bën. Pse je vesh sot kaq bukur? Sot jam vesh kështu për hotër të gjyshit tem, se gjyshi jam ka luftu për OÇK-n edhe për Kosovën, edhe kum pas dëshirë se edhe që të pjesë me ndo me juve. E gjyshin të e ke taku? Po. Gjyshi ka jetu me juve për një kohë? Po, deri kum bo 6-7 vjetë, 8, ka jetu e unë ka të reguhe që shka luftut edhe që shën konë ato periudhë atëherë. Edhe atëherë, të ka të regu pak a shumë për luftën që është zhvilluar në Kosovë. Po. Çfarë mendimi keti për luftën në Kosovë? E di që ti s'ke qenë në atë kohë, po gjithsesi ke marrë sa do pak informacione nga gjyshi që të ka të regu për ato kohë të vështira. Më ka të regu që nuk e në konë shumë kohë mira, edhe ka pas dhe më thë vështirësie në gjithë sen për shembull, edhe ka të regu se qysh janë rritë ata dhe qysh e kanë kalu sfidat të tyne në luftë. Shumë mirë, dhe faleminderit shumë që ndajte me ne këtë moment kaq bukur dhe për përzgjedhjen që ti e ke bërë dhe të veshësh këtu kaq bukur. Tani po kalojmë tek ajo pjesa tjetër se për çfarë jenë realisht i ftuar këtu në studion 410. Të kemi parë në storje të ndryshme të cilat kanë qarkulluar në rrjete të ndryshme sociale dhe jo vetëm. Ti ke vendosur të punosh me punëdore, kryesisht me rruza. Nga ka ardhur si ide dhe pse ka ardhur si nevojë për të punuar me këto? Unë i kom po prend se sa shumë jam të mundu me punu, po kushtet ekonomike janë konë shumë të vogla për me arrit krejt ato sen ose pagesat e shtëpis ose trymes e këto tjerat. Edhe kom këto prendve se unë po du me shprej dëshiren për me ndimu juve me një biznes të vogël. Edhe ja kom fillu njerë me rozat dorës, të ishqite njerëzit, edhe njerëzit unë kam pranu te për mirë, kër unë kam po se për qëfar po pune, edhe për qëfar po munduna me punu, edhe për qëfar më vynë paret. Për qëfar arsye do thot e ke njësë këtë biznes. Ku i mësu me punu me ruzat, Robert? Pak unë kanë dimu gjyshja për e të parë, tani jam inspiru për jetës sociale, edhe tani ja kum fillu me punu. A ka qenë e vështirë? Po, në ashtin herën e parë se nuk i kuptej isha adin që është lidhe, tani që du të mishti rozat, po tani më ka mësu gjyshja dhe se kum po gjyshjen për e të parë, dhe më thoi mësu. Zakonisht kjo punë është pak për vajza. Normalisht vajzat e ato që i pëlqenj. Ti, je ndje keq që po e bën një punë tilla, po ka ngucë shoqënia në këtë aspekt? Jo, që të pyetje që ma pune s'ka ndodhë në era din kërkosh me ngucë se me mbullizu për që të punë që e bëj, sepse në shkollë do më thonë për krovin, edhe më suportojnë për punën që e bëj. Se për shambull punën që e bëjnë vojzat, unë e bëj dhe djemë. Punën që e bëjnë djemë, unë e bëj edhe vojzat. Do më thonë, nuk është e caktuar në çdo punë për një sen. Është shumë e vërtet. Asë një ragjenis duhet të, po themi, të klasifikohet në njërën punë apo tjetër, kështu që të lumë të goja më radialë që ke shumë i zgjuar. Në trego tani sa vështirë ka qenë fillimi ytë për me bo, edhe i manë me në ato të parat momentet kur ti ke njësë, përmende pak më herët që nuk është se ke ditë shumë mirë me i lidhë. Po, të parat momente janë konë se kur t'ja fillaj adin, s'ka me ditë që me tha me maru bukur, edhe s'ka me ditë qysh me maru në sy, po si ku maru në herën e por, ketë njerës do me thoi kam pëlqy. Po. Edhe për herët por, zakonisht u kom pak vështirë për me gjitë market ose shqitore të vogla që shesin kësine roza, po jena, që me të thoi, jena fokusu me prente një dyqan, edhe jena shkua din me po, edhe ka pos shumë sene që anë vinu për biznes. është dashur të investosh pak? Për para se të njësësh biznesin? Nashti pak u duft me investu deri sa të... Sa para ke hargju fillimisht për me e njës biznesin? Fillimisht i kom hargju dikon... S'po di sakt me të reguve që dikon 45 euro 50 euro kom hargjit, do më të veç për rozë. Me i ble?
Po, për mi ble, për mi materialin, ble, po. Dhe tani, sot ko të merë për me e kriju, po themi, një punim dore? Po, për një bëzilëk ose për një qafure, për një bëzilëk ku morën dikon 3-4 minuta, për një qafure dikon 5 minuta. Si ndihesh tani ti kur i punon këto, dhe si të vjen kreativiteti, si zgjedh ngjyrat, si e bën lidhjet dhe gjitha këto? Po, edhe pak më ndihmojnë prend me që me të thonë, me kombinu ngjyrat, do më thonë për gjdo stin, si për verë, si për dimën, për pranverë, o më ndihmojnë ma shumë prend për kombinimin e ngjyrave, edhe do më thonë ndëgjej prend, edhe punej bizirikun, do më thonë. Po prend çfarë kanë thënë në fillim kur e kanë kuptuar që të një farforme dëshiron t'ju ndihmosh atyre, edhe normalisht që të bie me dalë pak edhe me qenë vetëm gjatë orëve të cilat ti nuk shkon në shkollë? Po, fillimisht prend njerë jam friksu, se adin për një fmi ose një punë që jam të e bohën, është, do më thonë, për një mush, që shto është tipër, adin do më thonë, jo tipër, po pak e vogël, edhe në friksu njerë prend, po tani kur e hopa foqen, e panën që jam të posë shqitjem foqe, edhe ja bona, do më thonë, mami që ka mundësi, a jem me milion, do më thonë, me gjithë bobin, me dolë me shqitë bëzilëk. Në për shesh ose të njerëzit, ose në për kafe. Në për rrugë ose në për vendet caktume tjera. Si e gjendë deri tani, si e kanë prit njerëzit dhe si ka rezultu që faqja të ketë sukses? Kusht kanë ndihmu për me e hapë faqen? Po njëri por ose klientja e por që e kum pas u konë një sopërtu se që ma ka bo vedin, tani që e kum ri pak fom, u konë Rudina Bolaj, që ja kum dhuru një dhurat, tani ajo ma ka bo një video dhe pjasojna do më thojë njuf pak ma shumë, tani ja ka njësë shumë njerës të famë shumë me më supportu edhe do më thojë me më qitë në për TikTok-a edhe une pej qatë heshit, tani ja kum njësë edhe në për kafene tek njerëzit të jashtë në rrugë me shqitë. Po, qëfar çmimesh tani ishet ruzat edhe cilat po shkojnë pak më shumë? Tani e përmende pak më herët që ti i bën këto si pas stinëve, ngjyrat ndoshta përkojnë me stinët në cilat jemi, tash jemi momentalisht, po themi ka fundi pranverës, se berën gati veç e nxonëm. Po, se çmimi është i vëllet shumë për çdo njeri, po materialin varet, se për shembull nëse është një material ose një bëzilëk me kristal, kushton dikon në 2,50 €, nëse është veç i thjesht, me naj kombinim kushton vetëm 2 €. Dhe sa të ka ndodhur ndoshta për një ditë të kesh shitjen më të madhe, në kuptimin sa copë ke shit? I kum shit dikon 10 bëzilëk ose 15 bëzilëk, edhe fitimi ty në konë 20 deri në 30 €. Brenda ditës? Po. Dhe ti punon çdo ditë? Do më thot dilën, e la një kohë caktune për me punu bëzilëk. E gjej kohën e lirë për me punu edhe këtu. Po, për me dalë me i shit më pas, del çdo ditë? Po, prej të hënës, deri të shtunë ndalë. Edhe një kohë shkon shkollë? Po. Tani e len shkollën anash për me u fokusu të biznesi, apo e bë një balancë kështu? Jo se, do më thot, bëj balancën me 22 javë, se kam një orë caktune, do më thot, prej 7 mëngjesit deri një jam shkollë, tani për shembull në 2, shkoj edhe dalë 6 bëzilëk. Sa orë je zakonisht rrugëve duke u marrë me shitjet? Po 6-7 orë jam, do më thot, të merë me shitjet 8 njerëzit, tani veç si të botë për shembull orat 8 e mbrëmjes, unë e nisna të shtëpia. Shkon në shtëpi. A ke pas frikë ndonjëherë, sidomos në kohët, po themi, kur gjatë vjeshtës, gjatë dimrit, teri na mbrin më herët, erësohet shumë më herët. Kështu që ti ke pas ndonjëherë frikë për shkak që ke qëndruar gjatë jashtë? Nuk u kom problem për mu, se babim ka të regu se kur s'bë më tutë për kur gjohë heqë, se gjithmonë, do më thotë, du të më konë veç për qatë sen që e dollë, dhe gjithmonë du të më konë i fokusumë për qato që jetë e bo. Do më thotë, zvlim frika, kur gjohë, kur t'ja nisë me bo diqka se një punë, edhe unë e qëtu fjalli ku mojtë men për i babit, edhe tani s'kom posë frikor. Po mami qëfar të ka këshilu, qëfar të ka thënë për para se të dalësh edhe të bësh pjesë një farë mënyre e biznesit tënë, kënë funditës është biznesi jëtë?
Po, për shembull, më ka jep shumë këshilla, ku shkoj për shembull të tavolinja njerëzve se më thonë, domethënë për me bli një byzylyk edhe se më u shfaq byzylykun, çuçi punoj edhe më u tregu, domethënë edhe më pyet se a janë të interesuar me bli një byzylyk apo jo. E përmend pak më herët edhe numrin e byzylykëve që ke shitur gjatë ditës, po gjithsesi si do të ta shije veten të ardhmen? A mendon që mundesh me zgjeru pak, ndoshta edhe me pru të tjera lloje përveç byzylykëve dhe qaforeve? Po, ka me pru tjera lloje, qafore, edhe gjysha është të desh me mësu që me punu vëth me ruza, edhe do më thoi jam të përgadit në qëtë verë për me mësu sa ma shumë edhe për me rritë biznesin pak ma shumë. E pse një ditë të mos e hapësh ndoshta edhe një dyqan? Po. Se nuk i dihet jetës, ndoshta kështu është rrugtimi yt, edhe në fund të ditës bëhesh një argjentar apo artar në një tarë më të afërt, pse jo. Në fund të ditës bizhuterit nuk dalin asnjëherë prej modës. Gra tashmë edhe burra po përdorin shumë prej tyre, kështu që veç të uroj suksese. Çfarë thonë tani të tjerët familjar, dhe nëse s'gaboj, ju jeni 8 fëmijë. Po. 8 fëmijë jeni. Po. 7 vëllezër dhe 1 motër. Po. Ata punojnë? Ndonjëri prej tyre? Vllovi madh që i ka 15 vjet i ndihmon, domethënë babit në këtë punë që i punon babi. Këta tjerë fëmijë janë krejt ma të vogël sënë edhe nuk punojnë. Janë ma të vegjël edhe normalisht që është pak e vështirë edhe të punojnë. Ka pasur ndonjë moment ku ti ndjej rrezikuar në rrugë, të ka ngasmuar dikush dhe të ka penguar, po themin, në këtë punën që ti po e bën? Po s'ka ndodhur deri që tash nuk ka ndodhur asnjëherë se për shembull të gjithë të njohin, domethënë Prishtinë krejt të njohin se tash jam mësu me prezencën tem në shesh ose ku dëna për kafe, edhe domethënë nuk ka ndodhur deri tani kur kush më ngasmu se më thonë nejsen. Po, nuk të ka pengu edhe me zhvillu biznesin tënd edhe në për lokale të tjera? Domethënë askush nuk më ka pengu. Se ka raste kur shpesh ndoshta edhe nuk i lën të futen brenda për të bërë shitjet e tyre. Kështu që çata ndoshta me kuptu që atë ka pengu dikush që ti më zhvillu biznesin tënd. Jo, se për shembull nëse është ndaluar të një kafe me i për shembull çështo këto bizneset e vogla me i me shit ose atë nuk e po. Nuk shkon hiç, domethënë nuk domethënë ajo onash, domethënë se rregulli është rregull, s'bën më thy. Po. Edhe ku mor çato si pjesë që t'i la onash ato kafe dhe të shkoj tek njerëzit e tjerë. A është e vështirë për ty me dalë çdo ditë? Po nuk është se puna është që jë mësu, edhe tash unë kam ecë si shprehi, edhe andaj dalë edhe do më thonë nuk më vjen as mare, edhe as nuk luna që e bëj qëtu. Po si a del tani me mësimet e shkollës? Unë e kam një përshtypje që në zanë shumë i mirë. Po, Ha? i kalej shumë mirë, do më thonë se kam edhe kohën e caktune për detyra, për shembull nëse kthena të shtëpia në 7 të mbrëmjes ose 8, unë e kam kohë edhe për mi bë detyrat. Ose ka një herë se kur nuk mbajna shumë detyra, i mojna do më thonë në klasë të adin edhe nuk ne epen ka njerë detyra. Po, çfarë ka thënë mësusja? Tani je në cilën klasë? Arsimtare, ta? Klasë 7. Tash je në klasë 7, po besoj që ke arsimtar, kujdestare. E din ata çfarë punë bën? E din. Jo të gjithë, po nashtë të gjithë e din, veç unë e kam një arsimtar, që me tha kujdesor që supporton për biznesin tem edhe më thotë se bravo, je një djallë talent se qaj të bote dhe të halal të kuf. Shembullor. Normalisht, edhe s'ka as pak të vije keq as mare, përmende pak më herët, në fund të ditës nuk je të bë dëm, as nuk je duke bë keq, as nuk je duke vjedh, thjesht je duke e bën një punë si gjithë të tjerët. Të ka pengu ndonjëherë policia shtetit? Nuk ka ndodhur se sorë që të për shembull e qas një tavëllin shesh ose dikan, unë e pyetja ato dikan nga se a bën apo jo, se njerë kanë ndodh, jo me më dollë policia, po e ku më taku një shoqe, është pak me arrit në sënë, dhe më ka të regu se ku janë venet e lira për ku lejohet. Për shumë ku lejohet me shiqës e senet. Hajtë, apo ma demonstron paka shumë se si punohet
një byzylyk ose një diçka të shpejt. Po. Edhe e përmende pak më herët që bëhet në një kohë shumë të shpejt, kështu që kemi kohën edhe me të pa pak. Edhe më tregos, e përmende pak më herët që 2-3 minuta, apo gjithsesi më tregos se si është si procedurë. Si procedurë, du të mi pos disa ruzat të ndryshme, edhe me pos një pej, gjilpon edhe gëshër. A më tregon pak edhe ti je prezent edhe në rrjetin social TikTok, apo jo? Më tregon pak çfarë komentesh merr, çfarë fjalësh, a ka ndonjë moment prej tyre që nuk është se të ka prit mirë ose thjesht t'jep fjalë jo shumë të mira në këtë aspekt, apo të gjitha komentet i ke pozitive? Gjitha komentet i kam pozitive. Ka ndonjë prej tyre që të ka ofendua apo të ka thënë ndonjë fjalë jo shumë të mirë? Jo? Krejtë më suportojnë, do më thonë për punën tam që më të bëmë. Dhe kozha viral je bën në TikTok, a? Edhe apo të pëlqen? Te për shumë. Tani, qa është ajo gjilpër? Po. E pas ke mësu edhe mënyrën më të letë mundshme për me fut pejrin në gjilpër, se shumica prej neve e kanë problem. Nuk... Po, nuk mund me fut më të parën. Po. Amo në jam mësu me njerë. Je mësu shumë shpejt. Po. One, kur pe punej qëto, amo pe bëj për ty. Pe bëm për mu, hajde gëzuar. I zgjedhe ngjyrat e zeza, po mdo këtë tamam me më shku me outfit sot, a? Bravo, faleminderit. Më trego pak se sa ruza zakonisht të nevojiten për një byzylyk. A i ke numru, apo thjesht është... I numraj se është, do më thonë, nevojshme, për si cilën byzylyk me numru ruzat. Për shambull, të një person me dorë ma të hollë ose ma të vogël, dvyn dikon 20 ruza ose 25, e për një person ma të madh, i vyn dikon 30 ruza ose 31. Ose 31, okej, shumë mirë. Dhe ku i blenë zakonisht? Ka vende ndryshme që ti i blenë këto ruza zakonisht? E ku mësu, do më thonë, veç një vend, ku më i me shku mi ble, se që aty janë krejt sene që am nevojiten, është nga Central Parkut. Po, a janë të shtrajnëta? Jo, se gjdo herë kur shkoj, a ju më ko klient të regull, do më thonë, edhe Milan, do më thonë, ka njerë me zbritje, ka njerë mjep në i qese me roza folas. Dhe normalisht, a kjo të ndimon pak tani edhe punën, sepse... Po, ma shumë. A ke vrejt qëfar kërkesa kanë femrat? Qëfar ngjyra preferojnë? Tash verës, po preferojnë ma shumë me roza ma të vogla, edhe me ngjyra pak ma verore. Po. Edhe unë së shpejt i kam i pru. Po, tjera, me ngjyra. Po. Edhe ke provu edhe me i sjell edhe me emra, me sa e di une, njerëzit kanë shumë dëshirë që të bëjnë dhurata të ndryshme, edhe normalisht kur bëjnë dhurata të ndryshme, zakonisht kanë qef me i personalizu, kështu mi aulon edhe emrin. Kanë du, ju njerë për zi sa erë, do më thot që më kam përësit në rjetë. Mi u shkrujt edhe emrat, a? Po, mi u shkrujt edhe emrat, do më thot, mi personalizu me naj zemër, me naj ftyra, dhe në kështu duke qeshur, edhe ne ja u kom realizu pa problem. Pa problem. Do më thonë, ka kërkesa që vinë edhe nga klientë ndryshëm të cilët si pas dëshirës tyne ti u pregadite dhe normalisht ata ndohen tani të kënaqur. A kanë ndodhur me t'i kthy naj kosh rruzat që s'ju kanë pëlqyer diçka e tillë, kur i kanë porosit normalisht në rrjetet tua sociale? Një herë pat ndodhë një këthemi përësis, për shkak se klientja se ka tërheq, do më tho, përësin, ka thonë që nuk jam, do më tho, shuqe me qato, se ja ka përësit shuqes, tani atë kështë ndodhë një farë probleme dhe jam Si kanë marë? Jam pri shuqeta? Po, tani nuk i kam marë as të njona. Po, hajti shala ndreqen. Dhe që nga shumë procedure lehtë e shpejt, të lumshin durt për ndryshe, po doket shumë e bukur. Më trego pak sa kohë tash të janë bërë që ti merresh me rruzat? Sa muaj, sa vjet? Që një vjet? Prapërsisht gati që një vjet. Prapërsisht gati që një vjet, edhe deri tash ka ecën shumë mirë, nuk është që ke pa diçka ndonjë problem gjatë rrugës. Po, me ka dikon 6-7 muaj 8, po, që e kom hop qitë biznes.
Çfarë ka qenë sfida më e madhe? Ka qenë ndonjë moment që ti e ndje keq apo thjesht ke thonë s'po vazhdoj më? Nuk më thonë ashtu se gjithë punën, do më thonë s'bo me lanë onash për kur gjo, as një sen pa lidhe se as një sen që nuk dvynë një jetë. Do më thonë gjithë puna ka me dvyt, ama kur për shamë nëse vazhdo një biznes, kur më su mëna me lanë gjysë, se gjithë mund diçka ka me dollë e mire dhe keme vazhdu qatë biznes. Pa tjetër që po. Dhe si kemi lindur pa dit me ecë, pa dit me folë, edhe i kemi mësu gjatë rrugës edhe në biznes. Gjitha gjanat që na vinë për balë vetës, besoj që me pak mund edhe me pak vullnet, i te i kalojmë edhe vazhdojmë tutje. Qyshe kemi ndu të ardhmen, qka me ndonë me bo në muajt në vazhdim? Edhe sa janë të knaqën tani babi, mami dhe po mënej familjarët e tjenë për gjithësi, për të mirat që po ju sjellti. Për e njën te për të knaqën, për punën që jam të e bo onë, edhe më kam përgëzu gjithë familja, më dimojnë, do më thotë, të gjithë familjarët për mi punu Bizilek, edhe më supportojnë gjithë sen që janë nisi me bon. Shumë faleminderit, Robert, që ishe këtu me neve. Unë nuk naqa bashkë me ty të bashkë bisedu. Të raj shumë shëndet edhe sa më shumë punë. Po besoj që gjitha ata që po na shohin do ta gjejnë Robertin në rrjetet e tij në sociale, e ti do të na tregosh tani se në çfarë emri ti ke vendos me i prezantu dhe ekspozu punën tënde. Emri TikTokut ose emri faqes është ruza.shop me 2 p-ja. Arsyeja është se pse ja kom vendosur në fund 2 p-ja është se ka shumë biznese të njëjta, edhe me emër të njëjtë që ata ne kom vendosur mjashtu edhe një p më shumë. Në TikTok, a keni Instagram apo në faqe tjetër, a vetëm në TikTok munden me gjetë? Vetëm në TikTok mundem me gjetë për qëto mujëse, deri sa të hap edhe në Instagram. Në Instagram. Mirë, e ndëgjuat Robertin në ruza.shop, apo jo? Me 2 p-ja, në fund. Shumë faleminderit e një Robert, ishte shumë kënaqësi që të pata. Faleminderit shumë për juve. Miqtë e mi dashur, tani është koha që ta ndjekim materialin e parë për sot të përgatitur nga gazetarët tona, por i kthehemi me një herë pas pak me të ftuarit e radhës.